Ju do e njihni dhe krijesat dhe do e njihni dhe veten e juaj si krijesë e Allahut. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fa hiya ila al-adqani fahum mukmahun. Ne u kemi varë në qafat e tyre pranga e ato arrin deri në nofulla, andaj ata mbesin me koka lart. Sa dënimi trisht dhe i dhimshëm është ky. Andaj kthehuni të vërtetës dhe mos e lejoni veten të përfundoni në dënime të tilla në botën e përtejme. Kthehuni të vërtetës dhe mos jetoni në errësirë. Mos jetoni në errësirë sepse drita e udhëzimit është drita e bekimit, është drita e drejtësisë, është drita e bamirësisë, është drita e inovacionit, shpikjeve, zbulimeve të ndryshme shkencore. Andaj kthehuni o krijesat e Zotit, sepse ne si besimtar ju shohim me syrin e mëshirës, ju shohim me syrin e rahmetit.